Hetimi i marrëdhënieve të një prej ish-drejtuesve të FBI Charles McGonigal dhe zgjedhjeve të 11 majit janë debati i radhës PSD në gjykatën kushtetuese. Në seancë Gazvend Bardhi kërkoi që mazhoranca të detyrohet për të lejuar 2 komisionet e posaçme parlamentare. Në çdo hall të këtij procesi na është dhënë nga një arsye ndryshme. Konferencë kryetarëve na thanë keni shkruar në kërkesë këtë fjalën duhet ta hiqni, e hoqëm fjalën, shkuam seancë na thanë ndryshe, erdhëm këtu na thanë ndryshe, që nuk e dim se na kanë refuzuar. Përfaqësuesi i kuvendit Gazvend Bici paraqiti argumentet se si u veprua për votimin e tyre. Në të dy rastet, objektet e hetimit nuk përmbushin standardet kushtetuese dhe për këtë arsye kuvendi vendosi të mos i miratojë. Në përgjigje Bardhi theksoi se refuzimi i komisioneve nuk ishte për shkak të formës së kërkesës, por prej vullnetit të PS, që sipas tij ka hequr të drejtat pakicës. Në vetëm 5 muaj, deputetëve të pakicës parlamentare i a refuzuar 5 kërkesa për ngritje të komisioneve hetimore, 12 kërkesa për interpelancë, kryesisht me kryeministrin dhe zëvendës kryeministrin. Nuk munguan as replikat se dosja McGonigal po hetohet në SPAK apo edhe nëse ka mbivendosje veprimesh nëse legislativi lejon komisionin. Ngritja e një komisioni hetimor në vetvete nuk është e lidhur me ekzistencën ose jo të një procedimi penal apo administrativ. Jemi dakord? Qëndrimin tonë e kemi vënë në kuadër të prapësimeve të palës kërkuese. Dhe nga njëra anë thoni që ne po ndërhyjmë në kompetencat e pushtetit gjyqësor, nga ana tjetër thoni që nuk ka çështje hetimore. Kjo është një mashtrim publik përpara gjykatës kushtetuese. Zoti Altin Dumani ka konfirmuar për kuvendin e Shqipërisë që çështja McGonigal është regjistruar për të cilën konfirmon që hetimet vijojnë. Kuvendi nuk ka një informacion, le të themi, shkresor, zyrtar. Pas pyetje përgjigjeve mes palëve dhe antarëve të gjykatës kushtetuese, opozita kërkoi rrëzimin e vendimit të kuvendit dhe lejimin e ngritjes së 2 komisioneve. Kundër tij, përfaqësuesi ligjor i parlamentit theksoi respektimin e kompetencave të palëve dhe kërkoi rrëzimin e kësaj kërkese. Pas shqyrtimit në seancë publike, gjykata kushtetuese pritet të mblidhet në një seancë tjetër për dhënie vendimi.